Proceduralisht, në qoftë se flasim për një çështje imediate, e cila mund të penetrojë në agjendën në rendin e ditës, a mund bëhet në këtë formë, formalisht pa e njoftuar? Jo, asgjë nuk bëhet pa njoftuar, por nuk është ky thelbi problemin. Besoj se këtu kemi dy pamje, njëra që është tmerrsisht qesharake dhe tjetra që është dramatike. Përdorimi i një instrumenti të jashtëm ndërkombëtar, siç ishte tentativa e Shqipërisë për të pasur një zë në atë çka po ndodh në lindjen e mesme, në fakt shndrohet në shënjimin me gisht të sëmundjes kronike të politikës shqiptare, që varion sa nga amatorizmi, sa nga improvizimi, sa nga noti i çmendur, që përfundon me mbytjen e të gjitha palëve në një pikë uji të vetme. Cila palë është amatore në këtë rast dhe kush ja jep sensin dramatik? Politika shqiptare. E gjitha. Çfarë pengonte që të përcaktojë, të bëjë mbledhje kryetarëve, të përcaktojë dhe të vendosej në rend të ditës. Absolutisht asgjë. Po qoftë edhe ky faull procedurial, le të themi, nëse ky verifikohet deri në fund i tillë. Çfarë e shtyn Partinë Demokratike, një forcë politike, të bëjë një shpallje si ajo që u shpall me gojen dhe me në fakt me një njoftim, me një status në rrjetet sociale të kreut Partisë Demokratike, ish presidentit Republikës, ish kryeministrit dhe kryetarit Partisë Demokratike, që një parti politike shpall një njësi, cila do qoftë kjo, Garda Revolucionare e Iranit në këtë rast si një organizat terroriste. Ja tek e keni njoftimin të cilit po i referoni, është krah figurës sua. A mund të ta bëjë një gjë të tillë një parti politike apo duhet ta bëjnë institucione shtetërore? Këtë nuk di si ta marrësh. Po ta marrësh seriozisht, nuk mbarojnë lotët për ta qarë. Po ta marrësh me të qeshur, do thuash është një në radhë nga shfaqjet qesharake që jep politika shqiptare. Po pse lexoni me kaq banalitet njoftimin që erdhi sot me një status nga zoti Berisha? Të dyja palët janë në të njëjtën pikë uji, pra. Të dyja palët janë në një pikë uji. Unë nuk po i hy fare historisë se sa shton në këtë ekuacion të ndërlikuar, ku përfshihet lufta, tentativa për paqe, vrasjet, ndryshimet e regjimeve e gjithçka tjetër atje, çfarë ndryshon dhe cili do të ishte roli i Shqipërisë këtu, që është më së shumti simbolik. Por po them, edhe një gjë të tillë ne nuk mund ta bëjmë dot në mënyrë serioze. Shikoni, serioze është tjetër gjë. Pa kush e kujton sot, pa kush e ka mbajtur shënim dhe dje që për një koincidencë në Evropë ka pasur dy konflikte të gati të njëkohshëm. Në shkurt të 2022-shit ishte agresioni i Federatës Ruse mbi Ukrainën në skajin më lindor të Evropës, ndërkohë që në korik gusht të po të njëjtit vit, Shqipëria, një vend antar i NATO-s, u bë teatër i luftës hibride po me Republikën Islamike të Iranit. Në skajin jug perëndimor të Ballkanit, domethënë në brinj të Evropës. Askush nuk e mori seriozisht, askush nuk mbajti shënim, siç u thash. Dhe kjo tregon lehtësinë e padurueshme me të cilën e marrim gjërat e rëndësishme. Ndaj është momenti për t'ua bërë këtë pyetje dhe këtë ndërhyrje, sepse ju më çuat në këtë olli, zot Evangjeli. Ju thatë që deprimi apo vendimarrja e sotme ka një vlerë më shumë si akt simbolik, po risku dhe kostot a janë po aq simbolike apo mund të reale? Shiko, ne jemi pjesë e një kostoje ndërkombëtare të cilat tashmë kanë arritur në Shqipëri në formën e çmimeve të rritura të krizës së mundshme që po troket në derë, që natyrisht kërcënon edhe ekonominë shqiptare dhe ekonominë e çdo familje shqiptare. Mund të shënjojë diçka tjetër për të cilën përsëri askush nuk flet. Që është? Diçka që kërkon më së shumti mendim, që nuk kërkon sipërfaqen sërish të padurueshme me të cilën prezantohet politika shqiptare. Shikoni, e majta dhe e djathta, politika zyrtare në Shqipëri është e rreshtuar pa më dyshje me Perëndimin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Izraelin, me vendet e arabe të gjirit të goditura e me radhë. Që do thotë se këtu nuk ka dilema nëse janë apo mungojnë në sans. Së paku publikisht ato që artikulohen, pak diferencë ka nga njëra tjetrën për të mos thënë që janë uniforme. Ndërkohë që mund të vihet re dhe ky është shqetësimi i madh dhe kjo është një këmban alarmi, po të cilën ne zgjedhim
t'i vem gishtin për para me shpresjet mos e shikojmë dhe mbyllin veshët me shpresjet mos e dëgjojmë. Shumica, gati një shumicë dërmuese e botës komentuesve anonim në rrjetet sociale, në mënyra të tjera, ka një rreshtim të ndryshëm nga rreshtimi zyrtar i Shqipërisë. Janë në anën e përkundërt të llogores. Se cilat janë arsyet, ky është një muhabet shumë i gjatë dhe ndalikuar për t'u shprehur në pak çaste që ju i jepni në dispozicion për të shpjeguar, po ky është momenti që politika, njerëzit të cilët merren me këtë gjë, do të bëjnë një diskutim serioz. Që do thotë se ka vend për shqetësim edhe për anën e përkundërt të llogores. Në mënyrë absolute. Pavarësisht se ju e shihni në rreshtat anonim të komenteve në rrjetet sociale. Që nga pamja banale, e cila prap nuk i bën përshtypje askush, që ka një prezencë informale të Republikës Islamike të Iranit në shumë mënyra në Shqipëri, duke tentuar të ndikojnë edhe në politikat e ditës, se sa ajo arrin, kjo është tjetër gjë, me depërtime domethënëse në media, në kulturë, në ekonomi e gjetë. Madje, vite më parë... Nëse janë të provueshme dhe të identifikueshme, atëherë si shpjegohet neglizhenca? Të provuara, madje, të provuara janë edhe tentativa për akte terroriste në Republikën e Shqipërisë, të frymëzuara nga Republika Islamike e Iranit. Atëherë në këtë rast neglizhenca është e barazvlefshme me amatorizëm njëkohësisht? Amatorizëm dhe është një lloj si fati i asaj pemës e cila i fal pjesës metalike të sopatës bishtin, dhe kur bëhen të dyja së bashku ato, krefin të gjithë pyllin. Ta shohim se si do t'jetë çështja në vijimësi e pyllit tonë. Zoti Zogaj, më shpjegoni pak si e gjykoni ju vendimarrjen e sotme të Parlamentit Shqiptar dhe çfarë më thoni për justifikimin që tingëllon teknik, por nuk e dim nëse është e tillë, çka ka prodhuar sot mungesën e opozitës në seancën parlamentare e më pas ka stimuluar dhe një reagim të zotit Berisha. S'kishte asnjë arsye për mendimin tim për të shtyr një rezolut që s'ka asnjë lloj urgjencë. Është absurditet mendoj se ka urgjencë një rezolut të tillë kur kjo garda revolucionare e Iranit ka vite që është një organizat de facto terroriste. Në forma të tjera, Shqipëria, vendet e tjera të botës se kanë thënë gjithmonë. Të gjë, djalli është i zi dhe nuk bëhet më i zi, nëse ja thu dhe herë. Por kjo ishte një ngjarje, ishte një lloj inskenimi propagandistik, mendoj unë, edhe ose për ta marrë zvarë opozitën, e cila ka vështirësi me hyrë në parlament kur respektohen procedurat, imagjinoni ju kur nuk respektohen procedurat. Për ta vusime, për ta ekspozuar si anti-amerikane, kush e di si i kanë bërë llogarit, një budallëk, një absurditet. Kjo është një rezolut... Pra ju çmoni që nuk mund t'jetë aksidentale, mënyra se si është bërë njoftimi dhe si është futur në formë imediate. S'ka urgjencë këtu për shkelat o rregullat elementare që ka jeta parlamentare.